që ju është shfaqur? Po gjitha gjastave jo, do të thotë, unë kam qenë disa herë dhe duhet t'ja bëj unit publik të qartë. Janë vetëm 4 pengesa, janë vetëm 4 situata dhe thonë qeveria në detyrë nuk ka të drejtë të inicoj. Edhe ajo është sankcionuar në nenin 30 të ligjit mbi qeverinë e Kosovës, domethënë e para nuk miraton nisma për ndonjë përveshje kombëtare, pastaj nuk projekte për amentimin e kushtuzë dhe projekt ligje, 3 inicion procedurë për pozitat publike, në nominimin e pozitave publike, dhe 4 nuk propozon kandidat eventual për pozita të cilat duhet të bashkërendohen me parlamentin. Të gjitha të drejtat e tjera i ka, dhe më thonë nuk janë të drejta të plota, si janë me kushtetutë dhe thotë kur qeveria është legalistike, por çdo gjë e cila nuk është, dhe më thonë, palimutën të quaj kështu e lejohet të veprohet dhe qeveria të detyrë ka të gjitha të drejtat të menaxhojë me gjithë buxhetin e vitit 2021. Interesante, më fakt kjo shpresoj që do të kemi fat me linjën. Nuk do të mund ta mbyll këtë linjë se do ta kemë vonë debat edhe këtë çështje. Keni hedhur edhe një status tjetër, për na befasoni me statusat të shpesht, profesor. Keni thënë që përparim Rama ka filluar të artikulohet si lider dhe të hyjë në betejat që i takojnë një lideri. Tani që edhe britanikët janë pozicionuar fuqishëm prapa atij si kandidat serioz për drejtimin e LDK-s, nuk kam asnjë dyshim se me zgjedhjen e Ramës si kryetar në LDK do të rikthehen dinamika krijuese dhe energjia e munguar prej vitesh. Po në bazë për informacion që kam do thotë unë konsideroj se është Rama do të jetë bazë kryetari i LDK-s. Interesante, kjo është një bombë që ka lëshuar Kadri Kryeziu këtu në këtë lidhje. Kam disa komente nga studio, nuk jemi mirë me linjën, po, Fidan. Në është ta shkurt, profesor Mirëmbroma. Mirëmbroma, Fidan. Vetëm të çështja e parë deshte të pyes për një sqarim, besoj më të mirë kushtetues. Ju thatë që ministri ka drejt, sepse tash është në detyrë. Ju besoj dini që Hekuran Murati është ministër i votuar në legjislaturën e 8 të Kuvendit të Kosovës. Kjo është e 9-ta që është shpërbë. Pra, nuk është votuar nga kjo legjislaturë që është shpërbë. Ky nuk është ministër i rivotuar ose ministër i një qeverie të re që ka dalë nga legjislatura e 9. Çish është e mundun tash të ka qenë deputet i një legjislature tjetër, prapë është ministër në detyrë së kujdestarët të ketë drejt në shkruaj vazhdimin e buxhetit. Ky është vazhdimsi, është ministër në detyrë, edhe këtë do ta sqarojmë, dhe më thonë se mbi qeverinë ka diskrepancë, dhe më thonë pas nenin 24-30, sepse aty thotë nenin 24 thotë se në momentin kur shëzifikohet si deputet atëherë s'ka drejt jetë ministër, në nenin 30 thotë se qeveria duhet në deri sa të zgjedhë qeveria re. Kjo është ligji i cili ka domosdoshmë meta dhe vakume. Këta qeveritarë që janë domosdoshmë të detyrë dhe këta kanë për detyrë në bazë në 30 të ligjit mbi qeverinë që të mbesin në qeverisje deri sa të zgjedhë qeveria re nga Parlamenti i Republikës Kosovës. Që i bie të paktën 3 komuna të cilat kanë probleme me buxhetin nuk kanë nevojë që të kenë, sepse ministri ka kompetencë të nënshkruaj. Kjo është ideja. Autoritet thonë se problemet e qeverisjes në detyrë rregullon ligji, nuk rregullon kushtetuta. Ben nëse kam kohë veç janë minutë të çfarë disa çështje tjera. Kushtetuta parashet që në momentin kur zgjedhet qeveria e re, një personalitet i cili don të bëhet ministër, nuk ka të drejtë të jetë deputet. Ose nëse dëshiron të jetë deputet, nuk ka të drejtë që të jetë ministër. Me kornizën e përkohshme kushtetuese deri në vitin 2008 ka pas mundësi të jetë edhe deputet edhe ministër. Në disa shtete, disa parlamente në rajon ka mundësi të jetë edhe deputet edhe ministër. Në vitin 2008 kur kushtetuta hyri në fuqi 15 qershor 2008, atëherë ne kemi vendosur, do thonë, komisioni kushtetuese mos tjetë edhe legislativ edhe në ekzekutiv. Kështu që kjo bën vetëm për momentin kur zgjedhet Po, vazhdojmë, profesor.
Kjo bën fjalë, do thotë vetëm në momentin kur zgjedhet qeveria e re, në atë moment, nëse ministri, ndoni deputet, dëshiron të jetë ministër, nuk ka të drejtë të jetë edhe deputet. Nëse dëshiron të jetë vetëm deputet, s'ka të drejtë të jetë edhe ministër. Kjo është vendosur me Kushtetutën e re, 2008, e cila ka hyrë në 15 qershor vitit 2008. Para këtij, domethënë ka pas mundësi me korrizën kushtetutës së përkohshme. Për vërtetë special, dhe janë edhe deputet edhe ministër. Në disa parlamente të Evropës ekziston mundësia të jetë edhe deputet ministër. Unë mendoj se për shkakun në Shqipëri kështu ndodh se ka mundësi të jetë edhe deputet edhe ministër. Të ne nga Kushtetutja e re ka mundësi. Qartë. Po, kryenar, bëj koment. Ka një kryenar Shala një koment. Përshëndetje. Shpresoj që t'ju shohim në studio. Jo vetëm për atë arsye, po edhe siç peshini, po kemi problem.